Vazhdon protesta e transportuesve, thonë se nuk zgjidhet problemi rreth 3.000 shofer mund të mbesin pa punë. Nesër protestojnë sindikatat, kërkojnë rritjen e pagës minimale në 600 euro. Kryeministri Mickoski thotë se do të takohet me Ali Ahmetin, por nuk e përcakton kohën. Pas të rreth 2 dekadave, Aratisje arrestohet në Tiranë i dyshuari për vrasjen e 3 fisht në Kopanic. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Shoferët transportues kanë kaluar natën e parë në mjetet e tyre në protestën e nisur kundër vendimit të BE-s për kufizim të qëndrimit të transportuesve në zonën Schengen. Disa prej këtyre shoferëve deklaruan për televizionin Shenja se nëse nuk sigurohet zgjidhja, pasojat do të jenë të rënda për kompanitë e transportit, shumë prej të cilave do të detyrohen të mbyllen. Natën e parë kaluan në mjetet e tyre të punës, aty ku shoferët dhe transportuesit pritet t'i kalojnë edhe 5 ose 6 net të tjera për të shprehur revoltën e tyre kundër vendimit të BE-s për kufizim të qëndrimit të transportuesve në zonën Schengen, lajmërimin dhe shlajmërimin përmes sistemit ES. Selajdin Ajdini thotë se nëse hasin në vesh qeshordër, pasojat do të jenë të rënda për kompanitë të transportit, shumë prej të cilave do të detyrohen të mbyllen. Ai paralajmëron se si rrjedhoi rrezikohen mira vende pune. Staj ne do humbim shumë nga transportuesit tonë, shoferat tonë. Afër 2-3.000 punëtori kemi, shka do të bojnë, shumicën do të jetë pa punë, pa angazhim profesional. Në qoftë se vazhdon kështu, do të mbyllen shumë firma transportuese, nuk do të ekzistojnë. Ndërkohë transportuesit theksojnë se kufizimi prej 90 ditësh qëndrim në vendet e Bashkimit Evropian është i pamjaftueshëm pasi një udhtim nga Maqedonia, Shqipëria ose Turqia drejt vendeve të Bashkimit Evropian zgjat së paku 7 deri në 10 ditë. Po një ngarkesë që merret për shembull ndosh nga Shqipëria, ndosh nga Maqedonia ose nga Turqia, në Bashkimin Evropian minimum i bën deri 10 ditë. Domethënë në ato ditë i përdorim për një kohë shumë të shkurtë. Edhe atëherë duhet për shembull shumë kohë na bjen që na do të prisim që ajo të renovohet, edhe na kushton shumë neve si transportues qëllimet e tona nëse në mrimos minimum pi 7 ditë, 10 ditë shkon. Rrugtimi që është një ashtu se me këto kolonat që ka presin në për hyrjen edhe daljen nga Bashkimi Evropian është shumë pak më shumë me këtë. Gjithmonë bën problem ajo lajmërimi dhe çlajmërimi, priten kolonat gjata. Përndryshe bllokimi i pikave kufitare me kamion të trafikut të mallrave që nisi të hënën ka vazhduar edhe sot si pjesë e protestës së përbashkët të transportuesve të vendit tonë dhe të Ballkanit Perëndimor, të cilët kërkojnë zgjidhje të problemeve të shkaktuara nga të dhënat elektronike të qëndrimit në zonën Schengen, në përputhje me rregullën 90-180 ditë nga prilli i këtij viti, por krahas bllokimit të trafikut të mallrave në pikat kufitare për në zonën Schengen, i cili sipas paralajmërimeve do të zgjasë 7 ditë, trafiku për qytetarët funksionon pa ndërprerje. Ndërkohë, kreu i qeverisë deklaroi se po përpiqet të gjendet një zgjidhje për këtë problem. Ai deklaroi se dje ka pasur një bisedë telefonike me kryetarin e Komisionit Evropian, por ajo ishte në vizitë zyrtare në Indi. Kryeministri Kristian Mickoski preqet të zgjidhet problemi i transportuesve. Ai thotë se që dje është munduar të zhvillojë një kontakt me kryetarin e Komisionit Evropian, por ajo është në udhëtim zyrtar. Megjithatë nuk ofroi zgjidhje konkrete se çfarë do të ndërmarrë qeveria në rast se BE nuk lëshon pe. Ushtot septembri mesec. Pres që kjo të zgjidhet. Dje kërkova një bisedë telefonike me kryetarin e Komisionit Evropian. Ajo ishte zyrtarisht në Indi. Pres që ta rihapim këtë temë në ditën e vijim dhe së bashku me kolegët nga rajoni ta shtrojmë këtë temë në Tryezë, po kërkojmë një variant për të përmbushur nevojat e transportuesve. Mëtej ai u shpreh se që nga shtatori kjo çështje ka qenë pjesë e diskutimeve me Komisionin Evropian, duke shtuar se qeveria e ka autorizuar ministrin e punëve të jashtme për të diskutuar këtë çështje.
Nesër në rrugët e kryeqytetit do të dalen sindikalistët që kërkojnë rritjen e pagës minimale në 600 euro. Kryetari i LSM-s Slobodan Trendafilov tha se protesta është një përgjigje drejt për drejt ndaj pagave të ulëta dhe gjendjes së rëndë ekonomike të punëtorëve. Kryeministri Hristian Mickoski thotë se paga minimale sipas ligjit do të rritet në mars. Rrugët e Shkupit nesër pritet të pushton nga sindikalistët dhe punëtorët, të cilët do të kërkojnë rritje të pagës minimale në 600 euro. Protesta do të fillojnë nga ora 17, e cila do të nisë nga objekti i lidhjes së sindikatave të maqenisë dhe do të përfundojë tek qeveria. Protestët pritet i bashkon edhe sindikatat nga arsimi, kultura, mediat, industria, tregtia, policia dhe sektor të tjerë. Kryetari i LSM-s Slobodan Trendafilov tha se protesta është një përgjigje drejt për drejt ndaj pagave të ulta dhe gjendjes së rëndë ekonomike të punëtorëve. 28 januari 28 janari është dita kur flasin punëtorët. Kjo protest nuk është çështje rehatia apo kohe, por çështje ekzistence. Paga nuk mjafton nga muaj në muaj dhe nëse nuk luftojnë vetë për të, askush tjetër nuk mund ta bëjë këtë. Nga LSM kërkojnë përsaktimin e një pagë minimale prej 600 euro për çdo punëtor, si dhe rritje lineare shtesë prej 100 euro për të gjitha pagat e tjera. Ndërkaq, në lidhje me këtë, kryeministri Hristian Mickoski thotë se paga minimale sipas ligjit do të rritet në mars, pra me pagën që punëtorët do të marrin në prill. Megjithatë, ai tha se secili ka të drejtë të protestojë. Seku ima pravo da si protestira. Ne thamë se do të mbështesim çdo zgjidhje që do të arrihet në atë dialog dy palësh midis sindikatave dhe punëdhënësve. Mbështetje për protestën ka paralajmëruar edhe sindikate pavarur e gazetarëve dhe punëtorëve mediatik. Vendimi është marrë në mbledhjen e bordit ekzekutiv të SPGM-s, ku u bë thirrje antarësisë për mbështetje të plotë të kërkesave për rritjen e pagës minimale, por edhe të gjitha pagave të tjera. Ata thonë se arsyet për këtë vendim janë të qarta, veçanërisht në industrinë e mediave, e cila vitet e fundit ka pasur rënje të vazhdueshme të ardhurat të punonjësve të angazhuar në media, si dhe të kushteve të punës. Kryeministri Hristian Mickoski tha se do të takohet ndonjëherë me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti. Ironia e Mickoskit për takimin e paralajmëruar para 2 javëve vjen pasi BDI nuk e mbështeti ligjin për kundërvajtje pasi nuk u bën ndryshimet e premtuara në takimin e liderëve. Pa dobro, ke ima sredba, nekogаш. Kështu përgjigj kryeministri Hristian Mickoski kur u pyet për datën e takimit tet-a-tet me kreun e BDI-s Ali Ahmeti. Takimi mes Mickoskit dhe Ahmetit e paralajmëruar që të dy pas takimit të liderëve që u mbajt më 14 janar. Përgjigjja e Mickoskit për afatin e takimit me Ahmetin vjen pasi Ahmeti në takimin e liderëve tha se do të mbështetnin ligjin për kundërvajtje, pasi Mickoski i kishte premtuar disa ndryshime. Ligji për kundërvajtje miratua në kuvent pa votat e BDI-s dhe pa ndryshimet e premtuara. Për ligjin votuan 81 deputet të VMRO-s, Znamit, Vlenit, Levicës dhe 2 deputet që dolën nga Fronti Evropian. Po ashtu, pas takimit të liderëve, Mickoski dhe Ahmeti thanë se kanë biseduar edhe për zgjedhjen e avokatit të popullit. Megjithatë, edhe avokati i popullit kaloi në kuvent pa votat e BDI-s dhe pa ndryshime që ishin marrë vesh në takimin e liderëve. Nga BDI kanë thënë se e presin ftesën e Mickoskit për takim. Në shpalljen e kuvendit për prokuror publik të Republikës së Maqedonisë, veriut kanë aplikuar 5 kandidat. Qeveria do të shprehet për kandidat për prokuror publik shtetëror pas mendimit të Këshillit të Prokurorëve. Kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se qeveria do shprehet për kandidatët për prokuror publik shtetëror pas mendimit të Këshillit të Prokurorëve. Në shpalljen e kuvendit për prokuror publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila përfundoi të hënën në mesnatë, kanë aplikuar 5 kandidat. Megjithatë, për përmbylljen përfundimtare të listës është lënë një afat shtesë prej 2 deri 3 ditësh për aplikimet të dërguara me kohë përmes postës, por që ende nuk kanë bërritur. Kuvendi nuk i zbulon emrat e kandidatëve, por merret vesh se bëhet fjalë për ushtrues detyre prokuroren e tanishme publike Anita Topolova Isailovska, prokuroren Lenqe Ristovska, gjykatësin nga gjykata penale Nenaz Savevski, ish kryetari gjykatës penale Vladimir Pančevski dhe prokurorja nga prokuroria e Shkupit Lidia Raičević.
Pas dorëheqjes së parevokueshme të Lup Çokosevskit në dhjetor të vitit të kaluar, funksionin ushtrues detyres të prokurores publike shtetërore e mori prokuroria Topolova Isajlovska. Ajo ishte kandidatja e vetme për këtë pozitë, por sipas ligjit nuk mund ta ushtrojë funksionin më gjatë se 6 muaj. Procedura për zgjedhjen e prokurorit të ri publik shtetëror filloi më 12 janar të këtij viti, me shpalljen e publikuar nga Kuvendi në gazetën zyrtare, ndërsa afati për aplikim ishte 15 ditë. Kandidatët duhet të kenë përvojë pune të pandërprerë prej së paku 10 vitesh si prokuror publik ose gjyqtar në fushën e së drejtës penale. Sipas ligjit për prokurorinë publike, kandidaturat i dërgohen qeverisë, e cila më pas kërkon mendim të arsyetuar nga Këshilli i Prokurorëve Publik për secilin kandidat. Këshilli është i obliguar që mendimet i dorëzojë brenda 15 ditësh. Nëse nuk jepet mendim pozitiv për asnjë kandidat, qeveria nuk mund të propozojë emër dhe i sugjeron Kuvendit shpalljen e një konkursi të ri. Prokurori i Publik shtetëror duhet të zgjidhet me 61 vota të deputetëve. Besim Sherifi, 52 vjeçar nga fshati Kopanicë, është arrestuar në Tiranë nga policia e shtetit. Ai ishte i kërkuar ndërkombëtarisht për 3 vrasje në Maqedoninë e Veriut. Sherifi dyshohet se me 5 tetor 2007 në fshatin Kopanicë të Shkupit ka vrarë me armë zjarri 3 shtetas. Një shtetas i kërkuar ndërkombëtarisht për 3 vrasje në Maqedoninë e Veriut është arrestuar në Tiranë nga policia e shtetit në kuadër të operacionit policor të koduar Operacionalja. Bëhet fjalë për Besim Sherifin, 52 vjeç, banues në fshatin Kopanicë të komunës së Sarajit, i cili prej kohësh fshihej në kryeqytetin shqiptar duke përdorur dokumente identifikimi të falsifikuara në emër të një shtetasi nga Kosova. Sipas policisë së Shqipërisë, pas disa muajsh hetime dhe kërkime nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, i dyshuari është lokalizuar në zonën e liçenit të Thatë, ku edhe është arrestuar me qëllim ekstradimi. Nga verifikimi i thelluar, rezultoi se shtetasi i shoqëruar, i cili përdorte dokumente identifikimi dhe leje për drejtim automjeti të falsifikuara, ishte person i shpallur në kërkim nga Maqedonia e Veriut, i akuzuar për vrasje të trefisht. Gjykata e Shkupit në vitin 2007 i kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale vrasje, e cila sipas kodit penal të Maqedonisë së Veriut dënohet me burgim të përjetshëm. Sipas autoriteteve, Sherifi dyshohet se më 5 tetor 2007 në fshatin Kopanicë të Shkupit ka vrarë me armë zjarri 3 shtetas. Gjatë kontrollit fizik dhe në banesën e tij, policia i ka sekuestruar një pasaport të Kosovës, kartë identiteti dhe leje drejtimi automjetit të falsifikuara me të dhënat e një shtetasi nga Kosova. Policia ka njoftuar se materialet procedurale për veprën penale falsifikimi i dokumenteve janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Shkupin po vijon procedurat për ekstradimin e tij në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ka ndaluar një shtetas turk në Shkup për shkak se dyshohet se ka zhvatur një person në një shumë prej 6.650 eurosh. Sipas denoncimit në tetor të vitit 2025, ai ka hyrë në kontakt me personin përmes një rrjeti social dhe i ka premtuar se do t'i ndërmjetësoj përmarrjen e dokumenteve të punës dhe qëndrimit në vend, pas shka në disa raste përmes llogarisë transaksionit ju paguan mjetet financiare. Pasi ndaloi së kontaktuari me të, i dëmtuari denoncoi rastin në stacionin policor. Po merren masa për zbardhjen e këtij rasti. Ka vazhduar edhe sot Bashkimi Demokratik për Integrim Dega e Çajirit të reagojnë ndaj premtimeve të bëra nga kryetari aktual Izet Mexhiti, një nga premtimet kryesore që BDI Çajir e cilëson si pjesë të mashtrimit të madh është zotimi publik i Mexhitit për mbylljen e kazinove në Maqedoninë e Veriut. Arianit Ademi nga kjo parti tha se lufta kundër kazinove ishte kryefjale angazhimit të tij politik dhe një premtim që përsëritej vazhdimisht gjatë fushatës zgjedhore. Sipas BDI-s, kjo përbën tallje me qytetarët. Nga BDI theksojnë se do të vazhdojnë ta mbajnë Izet Mexhitin përgjegjës për çdo premtim të dhënë dhe për çdo mashtrim ndaj qytetarëve. Sot, kur ai është në pushtet qendror dhe lokal, ky premtim dhe kjo besë dhënë janë haruar. Kazinot funksionojnë lirshëm, pa asnjë pengesë, dhe vazhdojnë të rjepin xhepat e familjarëve të tyre dhe qytetarëve të tyre. Jo vetëm që nuk janë mbyllur, por ato vazhdojnë të zgjerojnë biznesin e tyre në Çajir. Komunën që udhëhiqet nga vetë Izet Mexhiti.
Koalicioni shqiptar pjesë e qeverisë vlerëson se sistemi Safe City është një nga ligjet më të rëndësishme për sigurinë publike në Maqedoninë e Veriut, pasi në thelb sipas tyre ka mbrojtjen e jetës së qytetarëve dhe parandalimin e aksidenteve rrugore. Thonë se ky ligj nuk ka për qëllim gjobitjen, por krijimin e kushteve për lëvizje të sigurt për këmbësorët, ciklistët, përdoruesit e trotineteve elektrik dhe personat me aftësi të kufizuara. Vlen thekson se toleranca e kamerave do të jenë të njëjta me ato të radareve policor 6 km në orë deri në 100 km në orë dhe 8 km në orë mbi 100 km në orë, duke dëshmuar se fokusi është parandalimi dhe jo ndëshkimi. Toleranca vlen vetëm për kundërvajtje, ndërsa nuk aplikohet në rastet e veprave penale në komunikacion. Sipas koalicionit vlen, toleranca vlen vetëm për kundërvajtje dhe nuk aplikohet në rastet e veprave penale në komunikacion. Mesazhi vlenit është që i qartë, rregullat ekzistojnë për të respektuar dhe për të mbrojtur jetën. Siguria nuk është ndëshkim, siguria është përgjegjësi kolektive. Safe City është ligj për një shoqëri më të sigurt, më të rregullt dhe më humane, thonë nga koalicioni vlen. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.